A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, assalamu alaikum. Podcasti ynë merr frim për herë të parë para radio televizionit Pendimi. Andaj urojmë që kjo të ketë jetë gjatësi, do të jemi çdo javë, çdo të ente para radio televizionit Pendimi, tashmë i njohur në bar popullin shqiptar. Kurse mysafir sot e kemi hoxhën tonë të nderuar Bekir Alimi. Mirë se erdhe hoxhën. Mirë se i kemi gjetë, do të jep shëndet e bereqet e suksese në gjitha këto angazhime dhe aktivitete që i bën. Amin. Sot hoxh do të flasim si për fillim të radio Pendimi, me që shumë dëgjueshmëri, shikueshmëri ka nga gjinia femrore, dhe do të flasim për këtë temë, domethënë për drejtat e grave në Kosovë, sidomos janë paraqit disa emisione, zonat, shoqet, llafet grave. Pothuajse çdo televizion nacional është nga një emision ku ka të bëjë për drejtat e grave. Mirë po, hoxhë dërum nuk janë edhe të shumë sinqert. Pse e them kështu? Shembull, një koleg i tyre shumë i njohur në thojza, Valon Sylla, i cili shpesh dje edhe të provokon muslimanët, para disa kohë, sipas policisë, dhunoi të dashurën e vet, në thojza të dashurën, edhe u hesht lajmi. Nuk u bën i madh. Sidomos këto feministët, këto që janë për drejtat e gravave, e heshtën këtë lajmin. Një ndodhi edhe me atë ish hoxhën Drilongashi, hoxha i Adelinës, e cila e ftoi 2 herë në emisionin e saj, si shembull, si hoxh shembull, edhe ai e rrohu gruan e vet, gjithmonë flas këto sipas policisë Kosovës, e cila ka dalë me deklaratë. Mirë po, këto raste po heshtën sikur këto vajzat të cilët i mojnë këto emisione sikur dëshirojnë që dhunuesi të jetë patjetër musliman, patjetër me mjekër, taliban nga Afganistani, i cili rrah gratë. Mirë po ndodhe kundërta. Bash pikërisht ato shokët e tyre po i rrahin gratë. Si e kishë komentuar këtë paradoks? Si zakonisht ne nuk kemi dëshirën me fol për emrat përveçëm, sepse ajo është punë e gjykatave, punë e policisë, po na kemi drejt me analizu fenomenet. Është e vërtetë se në dekadat e fundit ka një lloj sforcimi të idesë të feminizmit, e cila e kalon kufirin e kërkesave për barazi gjinore dhe kalon në sferën e dominancës. Dhe kjo është problemi i parë, do thotë, pas e problemi edhe mungesa e sinqeritetit në trajtimin e fenomenit si fenomen. Fatkeqësisht, ato shembuj që i përmendë ti, është gjatat për mbrojtjen e drejtave të grave dhe të fëmijëve, fatkeqësisht do thotë të shqiptarët edhe në Shqipëri edhe në Kosovë edhe këtu na, asnjërs nuk u ndi zani për gratë, do thotë, e masakruara në Palestinë. Ateizmi mos fol. As për fëmijët e masakruar. Po bili edhe shoqatat për drejtat e kafshëve që folin, kur u shkatruan edhe u mbytën gjithë ato kafshë që ishin aty. Po se në Gaza ka pas edhe kafshë. As aty nuk faktikisht ajo që ti e thua fatkeqësisht domethënë nuk duhet me qenë kështu mirë, por do të veç nëse është e dhunuara, domethënë faktikisht nëse ka lidhje dhunuesi edhe nga larg me fenë islame, atëherë është problem. Edhe kafsha kur të është, domethënë, kafshë e cila përdoret për ta hangër mishin e saj me kurban, atëherë bëhet problem, domethënë. Fëmia kur dhunohet nga familje muslimane, atëherë bëhet problem. Mirë po, dhunimet që i bëjnë jo muslimanët ndaj gruas, femrës, ndaj fëmijës, ndaj kafshëve, ato kalohen heshturazi. Se realisht me marr statistikat, edhe me po ku është ma e përfaqësuar me dhuna në familje, nuk e shef në botën muslimane. Do e shoh në botën jo muslimane. Andaj, gjithë ata që sot flasin për drejtat e grave, edhe prej meshkujve, e mos flasin për grave, ata në të gjitha rastet e agresivitetit do e përdorin dhunën kundër femrës. Pse kjo është reagim spontan edhe fizik. Do thotë se i forti, kur s'ka fuqi me bind
tjetrin me llafe, ja imponon fuqinë e vet. Edhe nga ky konflikt që ndodh mes mashkullit dhe femrës, kur femra refuzon kërkesat e mashkullit, dhe ai nuk mund ta bind me logjikën e argumentit, e përdor argumentin e dhunës. E kjo tregon mungesën e barazisë mes femrës edhe mashkullit në aspektin fizik. Se sikur të ishin të barabartë, atë nëse e godet mashkulli femrën për t'ia imponuar qëndrimin e vet ose kërkesat e veta, atë ja kthen femrën me një mos. Mirë, po te femra edhe pse s'ka fuqi fizike, po edhe s'ka vendoshmëri konflikti. Edhe zakonisht struket, nështrohet, e pranon dhunën, e pranon kërkesën, ose domethënë ik. E ky moment i ka të dy anë, domethënë anën e natyrshme që mashkulli përdor dhunën si rezultat i fuqisë fizike të tij, dhe femra e cila nuk ka fuqi për t'ia kthy. E tregon domethënë edhe gabimin e mashkullit, po edhe gabimin e femrës, kuptimin e kërkesës barazisë, mund një me kon barabartë. Andaj në Islam, feja islame ka kërku drejtësi, që mashkulli domethënë të përdor muskujt e tij aty ku duhet, domethënë faktikisht në punë fizike të rënda, edhe në mbrojtjen domethënë e besimit edhe mbrojtjen e ateut. Edhe pra çka domethënë gjitha ushtritë e botës, shumica e ushtarëve janë meshkuj. Tani kohën e fundit kanë filluar me fut edhe femra, mirë po ato janë përqindje shumë e ulët. Edhe shumicën e ushtrive të botës nuk ka hiç femra. Po në disa perëndimore mundohen pak për me, do thotë për me sjell si argument për idenë e barazisë gjinore. Mirë po, kur shkosh në mejdan të luftës, përsëri ajo femra ngelet domethënë prapavin logjistike të smundet me qenë vit parë fronti, sepse rrethonat psikofizike që e shoqërojnë mashkullin janë ndryshe për asaj që shoqërojnë femrën. E kjo domethënë dy fytyrësi që den shesh domethënë për këtyre liderëve të feminizmit në vendet tona, qofshin Kosovë apo Shqipëri, po kanë në Kosovë pak më tepër domethënë. Edhe në Maqedoni ka po. Ndoshta edhe në Maqedoni. Tregojnë faktikisht se kjo agjend nuk është e natyrshme as për to. E bëjnë me trend, e bëjnë me, do thotë, me inercion. Ashtu është sot trendi, ashtu e han pazari, ashtu e kërkon bota. Edhe bëjmë. Ose elementi i dytë që shpesh është konfirmu, janë pjesë e organizatave që sponsorizojnë dhe financojnë projekte të tilla. Do normalisht kur ta marrësh ti domosdoshmë projektin të asaj natyre, ti duhet të realizosh ashtu sikurse e dëshirojnë sponsorët. Të cilët ato thënë mos e ngucni valonsylën se është i hyni, ani pse e ka rrej grujen ose drilon goshi. Ç'kit smuj me kuptu, si mund të jeni ju feministe kur e mbyllni gojen karshi një dhune ndaj bashkëshortes së valonsylës, e cila e gjora ka hongër dhunë fizike nga valonsyla, i cili vazhdon të jep mend nëpër televizionet nacionale në Kosovë, ose bashkëshortja e drilon goshit, teologi moderuar i miri i juaj, i cili ende thirret bile edhe këshilltar në parlament, a kupton? Si mundet ju të heshni ndaj këtyre skandaleve të mëdha? Heshtin sepse normalisht ata janë pjesë e një agjendës, mirë po nuk munden të rinë besnik asaj ideologjie e cila është abnormale për natyrën e njerëzit. Edhe i fuqishmi në të gjitha rastet e zhvillimit historik, edhe sot në Perëndim, në momentin që e humb frikën nga dëshkimet e mëdha që i ka Perëndimi për dhunë ndaj femrës, domethënë, apo në momentin që e humb kontrollin ndaj respektit për tjetrin, ai e përdor dhunën. Andaj rasti i të dehurve që dhunojnë domethënë femrat është i përditshëm faktikisht në me që se jemi në Radio Pendim edhe nuk kemi shumë kohë, domethënë kemi 1 orë maksimum, do shta veç një shembull, për shembull, bashkë me shikuesi ta shtjellojmë. Hyni në Google, search edhe shkruajeni për shembull shqiptari vret gruan. Që s'ka këtu propaganda, edhe mund dukesh me thonë ju jeni islamist të bëni propagandë. Jo. Google edhe shkruani shqiptari vret gruan, që po e shkruaj edhe unë, shqiptari vret gruan. Edhe do të shifni. Shqiptari vret ish gruan në Itali. Shqiptari vret gruan në Athinë, 39 vjeçari e rënë në Greqi. Shqiptari vret gruan në sytë 4 fëmijëve. Top Channel. Shqiptari merr jetën e gruas në Athinë. Shqiptari vret gruan në Selanik.
Gazeta Blic, SHBA, shqiptari vret gruan dhe aratiset me vajzën e mitur. Index Online, shqiptari vret gruan pastaj veten në mes të Sirihut. Vrau gruan në Greqi e më pas veten. Shqiptari kishte postuar foto në rrjetet sociale. Shqiptari vret gruan në Itali, tjetër rast, Albinfo, Allsat. Shqiptari vret gruan më parë voante nga problemet e shëndetit. Shqiptari i dehur vret gruan dhe i vë flakun banesës në Zvicër. Full është kronika e zezë me shqiptari vret gruan, po flas për në diaspor. Ndërsa për në Kosovë, edhe në Shqipëri, ka plot rajse, në Durrës, në Murseli, tash, ma buj kanë bo vetëm di raste, dhe më thonë Dardan Krivaqa i Ferizajt i cili vrau bashortën e saj 18 veçare, edhe në Murseli i cili vrau bashortën e saj, bashortën e ti, po, ndërsa, këto batën bujt madhë, ndërsa tendenca e feministe më është gjithmonë mi paraqit, ku po du me dol me bo paralelen, tendenca është gjithmonë mi paraqit se islamistët, ju muslimanët, ju ekstremistët i maltretoni gratë, i shtrëngoni, nuk i lini rahat, ato vujnë, ato me dhun janë dhunume, nuk dalin nga shtëpia sen. Mirë po, nëse marrim policinë në Prishtinë, në Tiranë, edhe në Shkup, edhe marrim e shohim aty ku ka ndodhur këto vrasje, raportet, nëse i marrim, të islamistët të cilët ju i urreni, praktikuesit nuk mundesh me gjetë një. Gjeni një. Ndoshta do ta gjeni një këto për me e prishkit, ama si fenomen një. Ndërsa të jo praktikuesit e islamit është full me vrasje. Në Kosovë për kokë banori, se këto din me përmendit kokë banori për tjera muhabete, ndërsa për kokë banori femicidin në Kosovë që në gjyqtarja Kërxhaliu foli, femicidi në Kosovë është shumë në rritje, shumë e madhe, shumë gra në Kosovë po vriten, ndoshta i kanë të drejtat, ama edhe po vriten. Jo, këto është problemi, esenca e problemit është këto. Se domthon ka zhvendosje të pozicioneve. Edhe në momentin që ka zhvendosje të pozicioneve, do të ketë kriza edhe konflikte. Domthon burri zhvendoset nga pozicioni i burrit edhe kujdestarit për gruan, fëmijët e vet, domthon, dhe gruaja zhvendoset nga kujdestarja e fëmijëve, do thot në jetën e lirë të vetën, domthon. Megjithëse për shembull në shumicën e rasteve janë në akt martesor. Edhe në momentin që është vendoset roli i burrit edhe i gruas, atëherë konfliktet kanë mi përcjell vazhdimisht brenda ditës, edhe javës edhe muajit. Edhe mosmarrveshjet e shpeshta krijojnë konflikte. Konfliktet e shpeshta krijojnë zënka. Zënkat e shpeshta krijojnë domthon rrahje, edhe përdorim domthon dhunës edhe brutalitetit, deri te edhe mbytyja ose vrasja. Mos flasim për alkoolin. Po. Këto janë proceset normale, për shembull kur se Islami si e koncepton marrëdhënien mashkull-femër, plotësim. Edhe jo rastisht është ai hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se domthon Hava është e krijuar nga briri i Ademit alayhis salam. Edhe ulemat e kanë dhënë një urtësi shumë të madhe, thotë nuk ishte nga koka që mos ta dominon, nuk ishte nga koma që mos ta shkel, po ishte nga briri që t'jen domthon ta plotësojë njëri tjetrin. Edhe mashkulli i ka afinitetet e veta dhe femra i ka afinitetet e veta. Edhe andaj insistohet te na musliman në martesë, ku burri në momentin që martohet plotësohet në pjesë emocionale, do të thotë që i mungon atij me gruan dhe gruaja në momentin që martohet e plotëson nevojën për një mbrojtës vetin që duhet me pas, ose një shtyll ku ajo mund të mbështetet. Edhe këto janë natyrshme, këtu kjo është shumë shekullore. Sot për shembull, çfarë do feministe më ardh me fol, edhe çfarë do domethënë faktikisht e degeneruar moralisht, që zakonisht një pjesë e tyre e kanë atë pjesën e degenerimit moral, domethënë seksual, edhe ato në të gjitha momentet intime kanë nevojë për një mashkull ku kanë më mbështet. Se mashkulli është shtylla e femrës. Edhe femra çdo herë ka me pas nevojë momentet më të dobta të vetat, ka me pas nevojë për një mashkull tek i cili ka me gjetë fuqinë edhe mbështetjen. Edhe personin me të cilin ajo ka me qa brengat e veta. Edhe kështu është, pasha këtu e ditë Allah i madhëshëm se ai është që ka kriju edhe mashkullin dhe femrën, ja ka detyru domethënë atyre martesën që ata bashkë të plotësojnë njëri tjetrin, edhe në aspektin fiziologjik, edhe në aspektin psiqik, edhe në aspektin fetar. Edhe pastaj e marrin përsipër një rol shumë të madh të jashtëzakonshëm është zhvillimin e shoqërisë, duke themeluar familjen. E tani kur ti ke një femër që edhe nëse është në akt kurore, lip liri edhe pavarësi, me shetit ku don, me kontaktu me ka don, me flet në shtrat kujt don,
Edhe normalisht ata kanë me kriju tensione. Ose për shembull burri në anën tjetër, lip liri me fol me kado, me ndejt mbrëmje me kado, me kalu natën në shtratin e kujtdo, edhe normalisht që me kriju konflikte. Andaj në Islam, insistimin në martesë, të dihet pozicioni i secilit brenda familjes, të ruhet nderi dhe morali, atëherë këtë kjo shkon ka harmonizimi i raporteve edhe ka krijimi i kushteve për një jetë rahatshme, psiqike, dhe të shpirtënore, fetare, ekonomike, sociale, familjare. Edhe andaj familjet muslimane janë të mbushura me energji pozitive. Familjet që ku s'ka rregulla fetare brenda tyre, ato janë tash pak e ma pak, sepse njerëzit i ikin edhe martesave tani, mjafton me bashkëjetesë, u mungojnë fëmijët, zakonisht vend fëmijëve kanë maca dhe qenë. Asnjë situatë ti paramendon për shembull fëmia sado që i stresuar, sado që i shqetësuar, sado që ke ngarkesë psiqike për shkak angazhimeve tuaja jashtë shtëpisë, kur vjen te shtëpia dhe del fëmia jot foshnje përpara, ajo energji pozitive që e bërta ai fëmijë, një pjesë të madhe të asaj ngarkesës psiqike të shkarkon. A kupton, këtë janë ato puzzle që thuhet, ato copzat që e formojnë atë imazhin e plot të një familje të lumtur dhe të begatshme, edhe duke u larguar nga ky model i familjes të lumtur dhe në harmoni, vjen situata të këtyre problemeve ku meshkujt edhe femrat domthonë krijojnë një luftë mes vete, edhe normalisht në atë luftë, sepse është e pabarabartë, shpesh herë do thotë improvizohet, ma tepër se që është luftë reale, edhe ato që e bartin një ideologji, sikurse ideologjia e feminizmit, janë selektiv në këtë qasje, edhe e përdorin si një kal troje për me luftu Islamin realisht. E kemi bërë në Audionur, domethënë disa anketa i kemi bërë, ku kemi pyet vajza të reja online, anket kemi bërë, çfarë e ëndron të jetë bashkëshorti yt i arshëm, fetar apo jo fetar, apo kupton ku shumica kanë thënë fetar. Shkaku i rasteve të fundit të femicidit, nuk më duhet mu fraer burit jetë nëse më vret mu, apo kupton. Ma mirë fetar i varfër, ama jam rahat, jam e qetë. Shive, njerëzit që s'kanë fe, që në star, domethënë i mungon kontrolluesi i tyre, psiqik. E dyta, njerëzit që s'kanë fe, s'kanë qësi shpirtënore. Njerëzit që s'kanë fe, do thotë me automatizëm agresivitet e dhuna i shoqëron ata. Me alkohol bashkë. Shtoja plus alkoholin, plus Edhe drogën, ndodh vrasja. plus drogën, domethënë, plus pastaj malverzime që bën, sepse këto lidhen gjërat të. Për shembull, besimtari e ka të ndaluar kategorikisht me mashtru njerëzit. Kur themi mashtru njerëzit, edhe bashkëpunëtorët e vet, edhe koqit e vet, edhe kolegët e vet, po edhe gruan e vet, edhe fëmijët e vet. Është një arsye shumë e madhe e nervozës dhe agresivitetit që vjen brenda shtëpisë është për shkak, për shembull, se ai burr është mashtrues. Edhe presionet që i vijnë nga jashtë për shkak mashtimeve të shumta që ka njerëzve, ai e hudh në familjen e vet. Një besimtar për shembull s'ka kësaj lloj procesi, sepse ai ka frikë Zotin edhe nuk e mashton askënd, është i sinqert edhe është besnik. Droga, që fatkeqësisht për shembull është bë e kapshme duke filluar prej marijuanës, domethënë barit, e deri te llojet e ndryshme të drogës, është konsum i një pjesë të madhe të shoqërisë fatkeqësisht. Edhe tash na gjithë e dim për sekreteve publike është se nuk ka parti që mbahet, domethënë, e ku përveç alkoolit të lloj-llojshëm, nuk janë edhe kokrat, domethënë, e ndryshme ekstaze, po edhe drogat më të fuqishme. Këto janë sekrete publike. Atë që shohim na për filma, parafërsisht në çdo parti ndesh qoftë parti në suaza të shtëpive ose parti në suaza të lokaleve të mbyllura, kështu zhvillohen ato. Ti paramendon këtë situata ku ti e provokon epshin vazhdimisht me lakurisinë e madhe të femrave. Këndej e konsumatori i rregullt i alkoolit, këndej e ki edhe drogën, këndej e ki edhe streset dhe shqetësimet nga puna dhe nga zhvillimi i aktivitetet tuaja ekonomike personale që i ki, edhe në momentin që dikush të aprish në çrregullim të madh të qetësisë shpirtënore tone, agresiviteti e dhuna është rezultati i parë. Edhe andaj domthonë do e rrehesh, do e maltretosh, do e dhunosh. Edhe këto raste janë domthonë përafërsisht, do thotë nuk ndodh ndonjë
ndonjë aktivitet i tillë nuk ka kësi lloj përfundimesh. Dhe për atë shkak na kur folim njerëzve tonë, kur i themi besojnë Allahun, mush në shpirtin tuaj me besim. Ai va qetëson dhe stabilizon shpirtin tuaj. Mbush në zemrën tuaj me dashuri për Zotin. Ajo va qetëson dhe stabilizon zemrën tuaj. Mbush në jetën tuaj me dashuri për veprat e mira dhe angazhon e veten me vepra të mira. Ai jep stabilitet dhe qetësi dhe siguri në jetën tuaj. Duani njerëzit sinqerisht, pa interes. Ai jep stabilitet, rahati dhe siguri në raporte me njerëzit. Ndihmoni njerëzit kur kanë nevojë, gjithashtu jep një lloj autoriteti dhe epërsie për humanizmin që e ki. Edhe ti bëhesh burim me energji pozitive. Edhe mbushesh me një energji pozitive dhe asnjë konflikt, asnjë mosmarrëveshje nuk kalon në brutalitet, në dhunë dhe në agresivitet. Pse? Se rregullat fetare janë ato që na mësojnë se çdo mosmarrëveshje do të kërkohet zgjidhje për to. I kemi referencat fetare që na ndihmojnë për të zgjidhur mosmarrëveshjet tona, edhe nuk kemi të drejtë asnjëherë mosmarrëveshjet tona t'i kalojmë në dhunë dhe agresivitet. Për shembull, në rregullat fetare edhe martesa e cila nuk funksionon për arsye të ndryshme. Zakonisht janë arsye domethënë objektive, ka mundësi të kenë arsye subjektive. Asnjëherë domethënë nuk përdoret dhuna. Faktikisht masat që i përmend Kurani janë masat e bojkotit në shtrat dhe pastaj insistimi që dikush nga familja e gruas dhe dikush nga familja e burrit për ta ruajt pa anshmërinë të vinë diskutojnë edhe të marrin vendimin se kush i ka fajat, që të korrigjohet gjithsesi, që të jepet shans edhe më tutje jetës martesore, mos prishet ajo jetë martesore. Por nëse konstatohet se janë harxuar të gjitha mundësitë për të vazhduar bashkë, atëherë divorci është zgjidhja domosdoshme e atyre mosmarrëveshjeve, më jo dhuna, jo agresiviteti, jo brutaliteti. Dhe për këtë arsye, kur flasim na me këto detaje, edhe këto probleme që neve na imponohen shoqëri dhe pastaj që tentohet të ndryshohet kahja faktikisht ndodhive, vese me tregu se sa kemi nevojë na për Islamin për na mbrojtë me perspektive fenomeneve devijuese, na shkojmë edhe momente ku dikush ka ndonjë farë lidhje nga larg me Islamin, e bëjmë të madhe dhe akuzojmë Islamin për këtë fenomen. Edhe ajo një fatkeqësi tjetër që shihet është zakonisht në lajmet tona, më shumë neve na intereson një lajm që ka të bëjë me një musliman në Kinë, në Australi, se sa domethënë faktikisht një lajm që jo një lajm, por shumë lajme që i kemi na përdit në rrethet tona dhe kjo tregon faktikisht atë paragjykimin edhe normalisht islamofobin që një pjesë e madhe e këtyre figurave dhe emrave publik e kanë. Bën fushot zgjedhore një kujdi bashkim, një kujdi çka s'ja di emrin, bën fushot zgjedhore në Ferizaj, thot për një Ferizaj pa burka. Në Ferizaj s'ka asnjë burka. Po jo, e para kjo është ai njeri domethënë thotë e kundërshton besimin e vet. Po. Sa ai thot demokrat. E demokracia është respektimi i mendimit tjetër, respektimi domethënë i bindjes religjioze. Kjo është edhe me kushtetutë e garantuar. Po. Domethënë bindjet fetare janë të garantuara dhe të mbrojtura. E tash se një person kush do koftaj, domethënë vishet në formë caktuar, tash po flas për burkun, po dhe burka është aty sigurisht. Se burka të ne përveç që është do thotë dispozitë fetare për një pjesë të komunitetit musliman, është edhe traditë kombëtare. Gjyshja jote e ka veç atë burkë. Shumica e grave domethënë shqiptare në fundin e shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20 janë konë me burka, shumica. Edhe fotot edhe videot e vjetra tregojnë një gjë të tillë. Bile ajo që ka qenë e veçantë është edhe shumica e grave të perandorëve, shekullin e 18-19 kanë qenë me burka. Sepse perandori do ka desh tregoj se kjo grua është perandore dhe është veç për perandorin, askujt tjetër. Ja, do shta me thonë ky tipi i Ferizajit fushot zgjedhore për një Ferizaj pa burka, edhe pse burka nuk ka në Ferizaj fenomen, do shta ka 2-3 raste. Po. A femicidi në Ferizaj është fenomen, o dost. Për një Ferizaj pa vrasjet grave u ka dosh me do. Edhe me do. Sigurisht, kjo është paradoks, sepse ajo është në fillim domodin është kontradiktor me akiden e vet, besimin e vet demokracisë. E dyta domodin është utopist, nuk është realist, sepse problemi i Ferizajit nuk është burka. Problemi i Ferizajit ka shumë probleme, gjithsesi ata që merren me këtë punë dhe janë ngara elektorale e din më mirë se na, mirë po edhe puna e femicidit, mirë po ai se ne bën pjesë fushos të femicidin për shkak se
nuk mendon me zgjidh problemin në rajnë. Edhe femicidi, vrasja e femrave të pafajshme ka më qenë fenomen që ka më përsërit përderisa tek populli jon ka më largu besimi, ka më largu feja. Edhe na e shohim, domethënë këtë situatë është luftë e madhe bëhet për ta përjashtuar Islamin si fe tërësisht nga jeta publike. Edhe andaj ti për shembull ne kishim problem qytetet tona me marr leje për xhamin në qendër të qytetit. Asnjëherë, domethënë edhe sa është diskutabile për shembull falja Bajramit në shesh në Tiranë. Shumë e bëjnë problem, domethënë se identifikim. Megjithëse domethënë nëse shumica e popullatës e pranon gjë tillë, pse duhesh me kundërshtu ti si pakicë? Se po ndryshën se pakica insiston me sundu shumicën, atëherë kalim në apartheid. Ajo që ka ndodhur në Afrikën e Jugut edhe ajo që ndodh domethënë në shtetin sionist. Ku pakica do me sundu shumicën dhe ai me rregull aty më nështru. Fatkeqësisht edhe të nakta figura domethënë publike që dalin vazhdimisht nëpër ekranet televizive tentojnë me imponu mendimin e vet shumicës. Megjithëse shumica është deklaruar edhe si statistik 93.8% në Kosovë, do të edhe 50 sa % domethënë në Shqipëri. Dhe djetu të na domethënë 100%. Edhe këto situata faktikisht këtë ata që tentojnë me përjashtu Islamin nga jeta publike kanë me i psu këto pasoje edhe shumë më shumë se kjo. Edhe andaj një pjesë e madhe e shoqërive perëndimore, pasi që kanë ardhur në fund të humnerës me lehthitje devijime dhe degenerim, tani lipin zgjidhje. Normalisht zgjidhjet janë individuale, hala s'ka kërkesë për zgjidhje kolektive, sepse shtetet perëndimore e dinë se në momentin që do lipin zgjidhje nga kjo katrahur morale shoqërore në cilën kanë ardhur ata, veç Islami ka mundësi me ofruar si zgjidhje. Edhe ata nuk guxojnë me përmend. Kjo më kujton rastin sikurse domthonë Herakli mbreti romak kur i mbledh ata priftërit e vet dhe këshilltarët, kur i vjen letra nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pranoi Islamin, edhe aty qëllon Sufjani, Ebu Sufjani, edhe i mbledh më një dhomë të madhe të pallatit ku ishte, i mbledh ata edhe i thotë na ka ardhur një letër për Muhamedit. E patë debatin që bëmë me Ebu Sufjani, megjithëse Ebu Sufjani ishte kundërshtari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë. E patë se ishte domthonë përgjigjet këtë ishin pozitive. Edhe ajo që ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e njëjta ajo që ka ndodhur me Isaun alaihi salam, Jezusin. Edhe me gjithë pejgamberët e Zotit përpara. Kështu që sot e kemi na mundsinë me zgjedh me pranu fenë e Muhamedit edhe me vazhdue zhvillimin dhe sundimin ton. Do mbreti i mençëm e pa se do thotë ky është profet, pejgamber, edhe thirrja e tij është e vërtetë, edhe shpëtimi jon është në pranimin e thirrjes së tij dhe mesazhit të tij. Priftërit për shkak se kanë ndërtuar, edhe kjo ndodh sot domethënë me pushtetarë dhe me oligarkë dhe me kompani internacionale, interkontinentale që kanë bën një lloj hegemonie dominance, do thotë politike, ekonomike dhe diplomatike në botë. Ata që kishin bë, domethënë dominancën përmes fesë krishtere perëndrin romake, thanë a përket na ke ftutja. Kur mos ja pa fshajin kësaj pune. Edhe secili tentoi mu largu dhunshëm domethënë për vendit, megjithëse që kishte mbyll dyert me rojen që e kishte. Edhe kur pase u kriju një lloj shqetësimi shumë i madh dhe destabilizim shumë i madh, ka dalë. Kjo ishte test për ju, provokim. Domthon e kthej, që themi na kthej lentën. Ta ishte provokim për ju të shoh sa jeni të vendos të krishterizëm. Edhe jo, na do vazhdojmë krishterizëm edhe nuk e pranojmë Islamin. Shihni domthon, edhe sot njëjtë është situatë. Shumë pushtetar e dinë se në momentin që kanë më ofruar Islamin si zgjidhje shoqërive të veta, ata kanë më pranuar. Andaj lufta kundër Islamit në mediat perëndimore edhe në mediat tona është më nga kjo arsye sepse do të njerëzit kur të vinë në fund të humnerës do lipin zgjidhje. Zgjidhje tjetër përveç Islamit nuk ka reale. E tash unë çka them te na, Islami ka rronj, nuk është i vonshëm, është i hershëm. Mirë po lufta e komunizmit dhe lufta tash pas komunizmit është e egër, është e vazhdueshme. Dhe ajo që ka nis komunizmin në luftë kundër Islamit me masa radikale kundër besimit, vjen tash etapa e demokracisë me luftë të ashpër për degenerim moral. Edhe normalisht për transformim të vërtetave që kena pas na, domethënë tradicionale tek na. Andaj gruaja ka qenë shtylla e shtëpisë. Edhe zakonisht domethënë ka pas momentet që është bërë padrejsi, mirë po është respektuar si nëna e fëmijëve edhe si shtylla e shtëpisë.
Tani ato dojnë me nxjerr gruan për shtëpisë, me nxjerr jashtë në jetën publike, me qenë e kafshme për të gjithë, e manipulueshme për të gjithëve. Faktikisht femrën, në vend se të jetë ajo zoj e shtëpisë, mbretëresha e shtëpisë, nana e fëmijëve, edukatorja e fëmijëve, ata dojnë ta bëjnë, domethënë që Lodhën e secilës. ku ka mall që shitet jetë edhe ajo që të shitet bashkë me mallin. Lodhën e secilit. Edhe në këto situata normalisht Islami nuk i pranon, i lufton kategorikisht, edhe dikujt për shembull të përdalurave nuk u pëlqen një lloj kufizimi i tij moral, ato dojnë të jenë të lira sipas botkuptimeve të veta që mos kenë kur një farë kufizimi moral. Mirë po, ti je sot e re, ki vullnet, ki ambicie, ki aspirata, ki epsh, E bukur. domethënë ki bukuri fizike, mirë po një ditë ke mu plak. Edhe ti si e martu, s'ke fëmijë, s'ke nipa, s'ke mesa, kush ka mu kujdes për ti? Le të lipen Qeni, dyhma pastaj. Edhe maca s'mund mu kujdes për ti. Vallai çeni nuk çon spital. Edhe do të kemi pas nevojë për dikush mu kujdes për ti. Kush kujdeset apet ato familje që kanë fëmijë. Që të kanë kushëri ose domethënë familje nga larg, ata do të kujdesin ose fundi të shkosh në shtëpinë e pleqshve. Edhe normalisht dallimi është shumë i madh mes asaj që si kujdeset fëmia për prindin e vet, edhe si kujdeset një infermiere ose një kujdestar për ata që janë në shtëpiat e pleqshve. Do të andaj kjo teori që ata do thotë e sforcojnë vazhdimisht me këto emisione dhe me këto debate dhe me këto insistime të tyre, në fund e dëmton zhvillimin shoqëror tonë. I prish familjet, e prish femrën, do thotë krijon situata ku bie nataliteti, a zakonisht shtetet e fuqishme dhe në zhvillim e sipër janë shtete që kanë natalitet të madh. Ande Kina dhe India për shembull janë forca globale për shkak të natalitetit. Tash si mos na këtu në Ballkan, konflikti jon me popujt përreth, domethënë në bazë të interesave kombëtare, një prej faktorëve kryesorë që luajnë rol të rëndësishëm në përcaktimin e aleancave globale është nataliteti, është numri, është demografik. E tash çdo filozofi e pengojnë edhe natalitetin. Edhe normalisht fundit e plakin shoqërinë edhe bëhet shoqëria jo produktive. Se ka dallim për shembull kur një i ri apo një e re rrin deri në 2 natës, 1 natës, domethënë 2, 3 natës faktikisht na për diskoteka edhe klube, e cila vjen e dehur dhe e dozuar me doza drogës në shtëpi, nëse do të më shkojë në punë, me çfarë fuqie ka më shkojë në punë. Ku është koncentrimi psikofizik i asaj. Edhe dallon një besimtar i cili e ka fal namazin e yatsis edhe në ora 10 maksimum në 11 ka rënë me flet, të nesër me ka fal namazin sabat dhe ka shkuar në punë. Produktiviteti i këtyre 2 personave dallon. Edhe andaj njëra prej arsyeve që kemi na problem me produktivitetin ose efektivizimin e forcave punëtore është edhe kjo, se njerëzit faktikisht një pjesë madhe tjetër se kalojnë gjëra që u bën dëm atyre, edhe mendjes, psikës të tyre, po edhe shëndetit fizik trupit të tyre, dhe Islami është ajo që neve na ndihmon këto rrethona. Dhe është tmerr dhe është katastrofë kur e shohim guximin e këtyre figurave që realisht nuk kanë ndonjë kontribut shumë të madh në zhvillimin e shoqërisë, se si e shohin fenë islame, se si i shohin hoxhallarët, sidomos ato hoxhallarë që janë eminentë dhe janë kontribues të mëdhej në edukimin e shoqërisë tonë dhe fatmirësisht kanë një mbështetje të madhe nga populli shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë Kosovë, qoftë Maqedoni, dhe ata gjejnë prehje tek ata hoxhallarë dhe këshillat e tyre për problemet që kanë, aty gjejnë këshilla për problemet që kanë, aty gjejnë zgjidhje dhe rrugdalje për problemet që kanë. E tash ti vese me i shpall ata heroj dhe me i përkrah dhe me ndihmu dhe me hap hapësirën, edhe më shumë ti shkon edhe i luftoni kundër ata për do agenda që janë ndamshme për ata vet personalisht, për familjen ngushtë të tyre dhe normalisht për gjithë shoqërinë. Mirë po, ajo që na e vërejmë te kjo pakicë vogël ekstreme e cila mundohet të dhunshëm ta imponon mendimin e vet dhe agjendën e vet, e shumë se ata nuk brengosen për këto gjëra. E jo, valla neve na dhem edhe feja edhe kombi. Ne kena me cek. Jo, neve na dhem edhe feja edhe kombi, dhe na vazhdimisht kena me tentu me mbrojt kombin ton për këtyre agjendave të cilat janë të dëmshme dhe ata mund me konë vetëdijshëm, mund me se konë vetëdijshëm, na kena me luftu vazhdimisht me abot vetëdijshme edhe atyre, me abot domethënë të dishme edhe atyre, po edhe shoqërinë përgjithësi se këto
këto filozofi, këto botkuptime janë të damshme edhe për individin, edhe për shoqërinë tonë. Dhe se shoqëria jonë domosdoshmë nuk duhet me leju kësi lloj virusash dhe bakteriesh kaq të rrezikshme me deportuar trupin e vet. Hoxhë, i kum zgjedh disa thënie të Resulullahu sallallahu Sallallahu alaihi wasallam, më të dashurit ton, lidhe me këtë temë për gratë. E para thotë kështu, u porosis, neve na porosis, të sillen e mirë me gratë. Tirmidhiu e saksoi Sheh Albani këtë hadith. Po është porosia e përhershme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe në haxhin lam të mirës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shfryzoi rastin ku ishin të pranishëm mbi 100.000 sahabe që kishin ardhur me kry haxhin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe me qenë pjesëmarrës në atë këshillën lam të mirës të ummetit islam, edhe këtë porosi, ju porosis, ju këshilloj t'jeni të kujdesshëm në sjelljen tuaj në grave. E normalisht Komunikim këtë. gjitha aspektet, sepse shife, në fillim e përmendëm, konstruksioni psikofizik i mashkullit dhe femrës dallon. Edhe nga ky aspekt, mashkulli shpeshherë ka mundësi mos me e kuptu pozicionin e vet, edhe pozicionin e femrës. Ai kujdesim duhet me kohë. Andaj vjen porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është porosi përcaktuese për besimtarin. S'mundet me ka porosia ja çlet. Kalim thi, shkele shko. Është porosi në një moment të jashtëzakonshëm, një shoqëri, një grumbull të njerëzve të jashtëzakonshëm, porosi historike. Ju porosis që të kujdeseni për gratë. Nuk është flirt, nuk është Domethënë, feja është kjo. po, është pjesë bazike e botkuptimeve të muslimanit për jetën, dhe për familjen dhe për shoqërinë dhe për gruan këtë rast. Kujdesi veçantë. Bile është një hadith tjetër, nuk e di a ki atë të se ki, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një sahabi thot rifqan bil qawarir. Tjesh i but ndaj qelçit, Këtë hadith se ndaj gotave të qelçit. gotave çelës. Grat i ka përshku sikurse gotat të qelçit. Edhe ka lyp për shembull prej besimtarve që të jenë të but me to. Për shembull kjo është gotë, për shembull është keramik. Edhe normalisht se për plas rreziku me plas është më e vogël. Ama gotat e qelçit, domthonë na edhe në shtëpi që e kemi për shembull, rrujmë mos të përplasin njëra me tjetrën, jo edhe me enë tjetër, se shpejt thehen ato. Andaj shefni çfarë përshkrimi ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gratë janë si gotat e qelçit. Ato janë shumë ndihshme. Normalisht edhe të bukura, realisht, edhe ata që domthonë komunikojnë me gratë, duhet të jenë të butë me to. Që mos thehen. Po, se po ndryshe thehen shpejt. A ka mashkuj që debatojnë me to, thuaj se janë 50-50, domethënë kështu fit janë. A Jo. faktikisht ato janë çelç. Po, ato janë shumë ndihshme, edhe thyeshme, edhe pra të lipët kujdes edhe butësi. Edhe butësi, sepse ti edhe nëse një gotë, për shembull, mos janë qanë më të fuqishëm me kapti fort e them. Ande lip edhe kujdes, edhe butësi. Edhe te kalim. Po, si, ajo është mëse pastaj flas për këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rifqan bil qawarir. Domethënë, këtu thot ju porositni që të kujdeseni për gratë, këtu thot jeni të butë në sjelljen tuaj ndaj gotave të qelçit. Kështu i përshkruan gratë. Do të kërkoni një trajtim tej mase të ndihshëm, edhin senzitiv. Edhe për emocionet e femrës, edhe për nevojat e femrës, edhe për botkuptimet e femrës, edhe për vendimet e femrës, edhe për këshillat e femrës, edhe për rolin e femrës, për këto segmente që ballafaqohemi na për çdo ditë me to në jetën tonë familjare dhe jetën tonë shoqërore, këto parametra i bart me vete ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta them edhe një gjë, kjo ka ndodhur kur para 1400 viteve. Kur femra s'ka pas asnjë lloj trajtimi askund në botë. Bile sipas koncepteve biblike, femra domosdoshmë është djalli vet. Andaj nuk zën asnjë të drejtë, asnjë respekt. As ka drejt trashëgimie, as ka drejt domosdoshmë emri, as ka drejt vendimi, asgjë s'ka. A që në atë kohë, do thot në një ligjërim publik ku kanë qenë mbi 100.000 besimtar, që asi të bimet mëdha rrallë ka pas në atë kohë. E shfrytëzon rastin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe jep këtë porosi kur këtë rrethi, po edhe arabët e para islamit nuk e trashtojshin gruan domosdoshmë këtë pozicion. Andaj ishte insistimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që këtë kulturë të re që e sjell Islami me vete ta shndrojmë domosdoshmë në parim. Edhe ai të mos shkelet. Andaj ishte porosi pe porosive lamtumiris së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ummetit islam, edhe dha këtë porosi, ju porosis që të kujdeseni për gratë.
Edhe njerë, po tham, paramendoj në atë kohë. E sot s'mundet me ardhë dikush, s'po du me përmen emrat përveçëm, dikush që një fakultet me zërë e ka përfunduar, më s'las që ka lezu libra, edhe konceptet e feminizmit, më vjen keq që ajo që promovohet në për ekranet televizive, në për shumë debate, emisione debative, janë mohabete odash, mohabete qajtoresh. Nuk ka analiza të rregullave, të definicioneve, të qasjeve analitike, të debateve mes filozofëve të ndryshëm të botës. Fatkeqësisht me i pyet, sot ata që dalin për emisione, a din emrin e 10 filozofëve më të rëndësishëm të mendimit botnor, e kam vështirë me t'i numërue. E mos flasim për në thellësi teorike në temat që ata i flasin. Do të them që realisht këta njerëz që kanë uzurpu, që e kanë kidnapu këtë hapësirë mediatike, për shkak se janë normalisht media private dhe ato udhëhiqen nga interesat kapitaliste të tyre, janë tu bombardue opinionin publik me kësi lloj muhabetesh që realisht nuk janë problemet reale të shoqërive tona, nuk ka kur një farë përfitimi nga ajo që flasin ata dhe nuk kontribuojnë në asnjë formë për ta zhvilluar këtë vend. E them me përgjegjësi më të madhe, nuk japin asnjë kontribut për të zhvilluar këtë vend. Problemet tona, duke filluar që nga problemet politike, ato ekonomike, i kemi deri tek problemet tona morale. Edhe një shtet nuk ka mundësi me u zhvillu nëse ka probleme politike, ka padrejtësi politike, nëse ka pabarazi ekonomike në kuptimin e shanset pabarabarta ndaj njerëzve që merren me zhvillimin e ekonomisë, edhe kemi probleme të mëdha morale. Na kemi probleme në arsimit për problemeve bazike, e këtë debata për feminizmin nuk e ndihmojnë zhvillimin e sistemit të arsimit. Motrat tona, shqiptarët tona, mendon që janë shmeton të hutume, pa ato e dinë se kur gjon s'kapi dhe nuk i hajnë forat kollaj për ati, optan. Për emisioneve feministe. Janë shumë të mençura, shqiptarët janë shumë të mençura, ato vetëm hadithin e dëgjojnë edhe i japin vull për jetën e tyre. Kështu duhet me qenë, po çdo herë për shkak të shoqëri ka edhe njerëz që bin pre edhe domethënë bin kurthe të tyre dhe bëhen viktimë ati shpërlarjes trunit, sepse ata neve na akuzojnë se na shpërlojmë trunin, por na flasim një fe që ka rrojt që nga njeriu i parë në tokë deri te profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto rregulla që i flasim na për vlerat morale i kanë këtë fet. A di pse e thash poshtë këtë gjë? Se hadithin, sepse emisionet fetare më të shikuara, më të interesuara janë nga gjenia femrore. Shumica e shohën atë në statistikë kur del. Shumica janë gjenisë femrore, nëna të ardhshme të umetit islam në Ballkan. Janë dy pjesë, edhe ato që kanë vujt nga burrat ignorant fetarisht xahila, edhe gjejnë prehjet e islami, edhe ato vajza të reja që e shohin që ka ndodhur kalumen me gjinin femrore nga padrejësia e ignorantëve e kërkojnë zgjidhjen tek islami, kuptimin e edukimit fetar të burrave të ardhshme të tyre. Se fakt është se në mungesë të islamit si pjesë përbërëse e kulturave familjare tona, është shumë vështirë me siguru stabilitet brenda martesave të reja, edhe normalisht është shumë vështirë me nxit të rit pas e mu martu. Edhe kjo është element i rëndësishëm. Femrat e reja dhe djemtë e ri, nëse s'ka islam, s'kan mu martu. Sipas trendit. Nëse ka islam do të bëhen nënat e ardhshëm të umetit që do të çlirojnë Romën. Me islam ato domethënë kanë mu martu edhe normalisht pastaj kanë me dhënë kontribut të madh në zhvillimin e kombit ton me lindjet e tyre që kanë bërë dhe edukimin e fëmijëve që kanë me bë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Të mos e urrej muslimani muslimanen, bashortën e tij në klapa, nëse nuk pëlqen prej saj një sjellje, do të pëlqejë tek ajo një tjetër." Po kjo këshill ka ardhur konkretisht Buhariu dhe Muslimi për burrin dhe gruan. Domethënë e ka përmend mashkullin edhe femnën, që pastaj mundet edhe të përdoret në nivelet të përgjithësuara, mirë po e ka qëllimin mbash te raportet e burrit me gruan. Çka do të thonë? Në raportet e përditshme që ka burri me gruan e vet, të gjithë, edhe burri, edhe gruaja shpesh herë mundin me gabu. Ndodh, po. Ose për shembull, karakteret mos me pas 100% të njëjta. Edhe kjo shumë është normale, sepse ti vjen për një familje, ajo vjen për një familje. Ajo që te ju për shembull ka qenë standard, te atje ka qenë jo standard. Edhe tash vjen edhe bëhen një bashk. Edhe normalisht, duke pas parasysh dallimin e karaktereve, dallimin e edukatave familjare, dallimin e kushteve jetësore, ekonomike, sociale, mund shumë veprime për shembull të gruas mos më të pëlqej ty, edhe shumë veprime tuaja mos më pëlqej gruas. E tani ky hadith vjen në animon neve çka thotë,
nuk e urren besimtari besimtaren. Burri gruan e vet. Pse? Se nëse nuk i pëlqen një sjellje e saj, i pëlqen tjetra. Se ne jemi për shembull, nëse e marrim figurativisht, na për shembull jemi përbërje e 200-300 vlerave ose karaktereve, pjesëve të karakterit tonë. Dhe ajo është një pjesë e 200-300 vlerave brenda karakterit vet. Perfekt nuk ka. Tash brenda vlerave normalisht kemi edhe një pjesë të veseve që kemi, ceneve, mangësive tona që kemi. E tash ajo se pëlqen te ti një ves që ti e ki. Çka keni shembull ose si të kuptoj? Për shembull, ti si burr mundesh me kon kaotik. Nuk e respekton rregullin. Gruaja më qenë e pasionuar pas rregullit. Për shembull, ti si jep rëndësi shumë pastrimit shtëpisë. Ajo është, domethënë, Si zakonisht këtë gjërat. e pasionuar pas shtëpisë. E tash kur vjen ti edhe i let çorapt ku mundet, ajo nervozohet. Edhe lindi konflikti. Edhe tash ti thotë unë jam këtu burrë, ti pse vërtet je? Në këtë rast ajo ka tamam ti ki gabim. Se ajo e mbron interesin e përbashkët. Ti je shpërfillës për interesin e përbashkët. Je i padisiplinuar. I le çorapt gjithkohon, çorapt televizor. Po dhe çorapt se kanë vënë gjithkohon, sikurse është rregullit të ne shtëpiak, alhamdulillah, janë të rregulluar me këto gjëra shumë mirë. Edhe gruaja tani kur nervozohet për shkak të papastërtisë, normalisht mundet me bëdhe një gabim, me fillu për shembull me e tregu një ashpërsinë komunikim me burrin te i mase, sepse kjo është një problem i vogël. Me një sistem në atë interesin e përbashkët, bindet burri se po gabova, nuk do e përsëri, do i la çorapët e vendi ku duhet më la. Ama gruaja pastaj për shkak se është krijesë emotive, nervozën e vet e ka vështirë me kontrollu, pastaj kalon në çështje tjera jashtë kësaj. E zgjeron rrethin e kritikës. Edhe normalisht fillon ndoshta te humbja e pozicioneve që i kanë njëri me tjetrin. Zhvendosja e pozicioneve që përmenda pak në fillim. E këtë rast, për shembull, na çka themi, ti bën sabër, se ajo u nervozu, domethënë doli pi vetvetes, hinin tema që s'ka nevojë me ti hesht. Ka përse. Pse? Se 1, 2, 3, 4, 5, 5 sabat deri tash i ka bën 20-30 punë të mira në favorin e këtë shtëpisë, edhe favorin tan. Tash për një gabim ajo ti s'ke nevojë. Ose ajo për shembull ndaj te. Pse ti e bën një gabim, tash ai nuk duhet këtë vlera tuaja me ti hudh në ujë, pse ti për shembull çorapët nuk i vnove te veni ku duhet më vno. E kështu më radhë, unë mos i kërkova shembull, domosht ishte qëllimi po me tregu shembull. Hadithi ishte i qartë, të shkojmë hadithin tjetër. Kjo është hadith shumë i njohur, po ta komentojmë. Është gjithmonë është aktual. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gruaja martohet për 4 gjëra: për pasurinë e saj, për preardhjen e saj, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj. Zgjidh atë fetaren të lumdora. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po, do thotë zakonisht ky hadith niset nga premisat e martesave, domthonë për motivet e njerëzve për mu martu. Pse martohen njerëzit? Po. Edhe tregon domthonë gabimet në kriteret përcaktuese. Dikush martohet pse është e bukur. Sheve bukuria gjithë i josh, domthonë nuk ka njeri që nuk joshet nga e bukura. Mirë, por nuk është kriteri i vetëm. Pasuria, gjithashtu kreti josh, nuk ka njeri që nuk ka pasuri. Po nuk është kriteri i vetëm. Ka dikush i bën kabull këtë këto tjerat me servis tjetër e pasur. E tash e treta domosdoshmë përmendet soji, familja nga e cila vjen. Do thotë është familje me autoritet, familje e madhe. Edhe kjo është e rëndësishme, por nuk është përcaktuese. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë zgjedh atë që ka fe. Pse? Se feja, domosdoshmë nëse respektohet si duhet, edhe një fe më që është shumë e bukur, me vlerat morale, karakterin dhe sjelljen e vet bëhet shumë më e dëshirueshme se ajo e bukur. Se na e kemi vërejt praktikisht nga jeta jonë e përditshme se shumë femra të bukura që janë të njohura botërisht janë të bukura, janë arrogante. Mendje mëdha. Domthonë ajo bukuri që njerëzit ja kanë dhon jehonën se është shumë e bukur, shumë e kërkuar, domthonë joshse për shumë njerëz, ja ka rit mendjen asaj dhe ajo është bërë mendje madhe arrogante. Mirë ai burri i saj. Tash nuk di ato femra të bukura kanë gjetë burr. Por nëse kanë gjetë për mihuni ka dalë bukuria. Sepse domodin është problem ajo femra me gjetë burr me të cilin ka më u plotsu, sepse tash s'po duhet të kam në shtrum. Po se do të kanë mëksi më një herë, po burr me të cilin ka me u plotsu. Plotsu, e qartë, e qartë. E tash plotësimi domodin dikon ti e mrena, dikon është ajo mrena.
Edhe kështu faktikisht bëhet plotësimi i të dyve. Dhe andaj na themi për shembull një bukuri e cila ka me vete mendje mallësi dhe arrogancë nuk t'jep lumturi në jetën familjare, në jetën bashkëtorë. Ama një mungesë bukurie, të s'po tham shëmti, sepse normalisht njeri nuk merr shëmtuar. Nuk ka askush se merr shëmtuar. Po, Folmi me drejt. një femën e cila nuk ka bukuri aq të theksuar, bukuria e saj është e zakonshme, ama ka sjellje, ka moral. Do thotë ajo ta bën jetën plot lumturi. Andaj mos e bën kriter vetëm në bukurinë e të losh tjerat sepse ti nesër ke me vujt jetën tonë, ka me vujt jeta jote për shkak se ke zgjedh bukurinë, a bukuria ka arrogancë, mendje mallësi, edhe normalisht e ka edhe një problem tjetër që e sjell bukuria, është për shembull joshin e tjerëve ndaj saj. E tash te burrat e vërtet që kanë xhelozi, do thotë ajo krijon një eufori shumë të madhe dhe një problem do serioz me gjithë ata burra që do thotë i hidhen mas asaj gruaje të bukur. Edhe kjo krijon probleme të tjera të reja pastaj. Gjithashtu nuk du me thonë se mos e martonin me gratë e bukura, por nuk duhet me kon kriteri i vetëm ajo. Tash te kriteri i dytë, kriteri domethënë i pasurisë. Pasuria është relative. Domethënë krahas çdo të pasur ka mas pasur. Domethënë te na kush i ka 100.000 euro, për shembull, do i pasur. Po 100.000 euro që ka shtin milionerit është asgjë. Po milioneri ka shtin multimilionerit është asgjë. Po multimilioneri ka shtin miliarderit është asgjë. Po këtë kjo pasuri e botës ka shtin pasuri sa kretit është asgjë. Edhe andaj porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çka? Çka duhet një femën e pasur, arrogante, mendje mallëse, edhe pasuria, fatkeqësisht kurse edhe bukuria, shpesh herë të gjinia femërore do ndikojnë negativisht. Nuk është rregull që i kaplen gjithë, po zakonisht. Domethënë pasuria jep njeriu arrogancë, mendje mallësi. Edhe pra çka do një femër e cila ka me pas pasuri, trashëguar nga baba ose të fituar me vet, dhe bot gruaja jote domethënë ajo në shtëpi s'ka më kon pjesë përbërëse e jotja. Po zakonisht kam qenë pjesë dominante, sepse unë kam pasurinë, unë ta kom bo shtëpinë, unë ta kom ble kerrin, unë ti kom ble teshat, unë ta bëj bukën, unë edhe tash ti si burr domethënë Shun. Hupët roli jot aty. Po ishte se ki atë pjesën e detyrës tonë, domethënë ti më udhëheq familjen, ti më udhëheq fëmijët, nuk je modeli i fëmijëve tu pastaj ti. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash pa hyjmë as bërthy njerëzve në atë kohë. Këto komponente ka thonë gruaja martohet, dikush e marton pse është e bukur, dikush e marton një femër pse është e pasur, dikush e marton pse është një familje e njohur të madhe. Domethënë kështu ndodh, ama unë po ju porosis që ta zgjedhni atë që ka fe. E tash edhe tek puna e fesë, nuk më thon 2-3 fjalë, se feja nuk është sipërfaqësore. Feja është pjesa reale, pjesa intime, pjesa e brendshme. Edhe këtu normalisht po, këtu na kemi një keq përdorim domethënë të këtyre haditheve, se janë nis një djalë i ri, një vjet dy mu falet, edhe ai po falet. Edhe vajzën se. Ose vajza domethënë me mbulesë është edhe fetare. Edhe vëllai është fetare. Shifni domethënë fetarizmi lip sinqeritet. Edhe këtu është gabimi më i madh që shumë prej muslimanëve domethënë e paraqesin domethënë në meydan. Fetarizmi është sinqeritet. Sinqeritet me krijuesin, me Allahun e para. Pastaj sinqeritet me vetveten, pastaj sinqeritet me njerëzit. Do thotë shamia nuk duhet me kon mbulesë e marrëve tuaja. Po shamia do të më qenë simbol i përuljes tënde karshi Allahut. Se të ne për shembull flasin se mbulesa, mbulimin e bukurive, storive, kjo është, ama mbulesa simbolika e parë e mbulesës është gatishmëria e kësaj femre të nështrohet madhnisë Zotit. Tash nëse ju keni nështruar madhnisë Zotit me mbulesën që ka vështirësi, sidomos sot, atë te falja e namazit, atë tek mbrojtja e nderit, atë tek komunikimi me gjinin tjetër. Nëse ti si ki këto nështrime karshi Zotit, e ke zgjedh veç të mbulesa edhe atë do të del pastaj me kalimin e kohës shesh se ke boti me bindje, po ke boti se është dëshira e prindërve. Ose është dëshira domethënë e rrethit. Andaj na themi të gjitha vendimet tona fetare do t'i bëjmë vetëm nga dashuria jonë për Zotin dhe nga respektimi maksimal i urdhnave të Zotit. Pastaj vinë rrethet tjera, domethënë arsye tjera. Ama e para është kjo dashnia për Zotin
dhe gatishmëria për nështrim ndaj madhnisë së Zotit, urnave të tija. Edhe andaj ajo vajzë që e bën mbulesën formalisht, a bën shumë gabime të tjera, edhe ai djalë që falet formalisht, a bën shumë gabime të tjera, pikpyetje sa janë fetar, sa mundesh me thonë fetar. Andaj hadithi tjetër që flet për martesën e jep një qarim pak shtesë edhe ndihmon për me kuptuar se fetarizmi do të më theksue, nuk është ai formal, pa ai real. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të vjen një djalë që jeni të kënaqur me fenë e tij dhe moralin e tij, martojeni. Domthon, feja e cila është shndruar në kulturë jetese. Jo feja e cila domthon momentet e dobta të tij ndelshësh të gjitha mangësitë dhe dobësitë që ka ai. Se na jemi në luftë vazhdueshme domthon me dy armiq permanent që i kemi me neve. Armiku i parë është shejtani i mallkum, armiku i dytë është nefsi jon, egoja jon. Edhe në këtë luftë vazhdueshme na ndonjëherë lodhemi. Edhe na kap dobësia dhe plagështia. Ama nëse kena mungesë sinqeritetit, ajo plagështi dhe dobësi do të na tërheq te poshtë edhe na mban në nivel shumë të ulët fetarisë. Në momentin që na kemi sinqeritet, atëherë Allahu na ruan edhe nga kurthet e shejtanit, edhe nga egos ton, edhe na jemi të vetëdijshëm se nuk duhet me lejue, do të më largu nga shtegu kryesor që jemi duke hec, shtegu i fesë Zotit, se përndryshe në momentin që skajsohemi në djathtas apo majtas, kena mundësi me rshit edhe me thy qafën. Edhe andaj flitet për fetarizëm real, e cila në gjuhën e fesë e ka mesazhin e devotshmërisë, që njeriu domethënë i rri gati namazit, i rri gati Kur'anit, i rri gati urdhërimin të mirë, ndalimin nga e keqja, i rri gati duas, i rri gati sadakas, i rri gati bamirësisë ndaj prindërve, i rri gati domethënë vlerave morale të tija, e ruan derin e vet, moralin e vet, shikimin e vet, fjalët e veta, dorën e vet, e kështu me radhë. Ky fetarizëm është ai që pastaj e bën një djalë meritor që me marr për dhondër, ose më ia dhon vajzën me dhondër, ose ajo vajza meriton me konuse e kësaj shtëpie. Çohet shkon xhamia fol sabahun. Sabahi është kriteri më i rëndë dhe më i fortë që tregon fetarinë e vërtetë, sepse është momenti më i vështirë ku njeriu në luftë me egon e tij nuk ka sukses çdo herë me luftu egon e tij. Çdo të tregosh mashtrues. Po, sepse domthonë është moment që nuk del për ndonjë qëllim tjetër, veç për Allahun e Madhërisht. Po edhe momenti i gjumit mbrëmje për shembull, edhe asaj situatës pak thellë kur çohesh nga gjumi, e ki shumë vështirë me luftu egon tonë, se ai thot falo po fal te shtëpia. E të shpikon burr i fortë që më thon nefsit jo, mas jam çu të shkoj në xhami më fal. E kjo është edukat, me këtë veprim ne edukojmë nefsin ton, egon ton dhe tregojmë se na jemi ato që kontrollojmë egon ton, jo egoja që na kontrollon neve. E këto probleme nëpërmes kësaj momentumit daljes namazit sabah në xhami, realisht na jemi tu luftu me egon ton edhe tu tentu me e nënshtru atë, që edhe nesër kur të futemi në rrjetet sociale, edhe më jepet mundësia me komuniku me një femën të huaj, i them stop, s'është haram. Jo komunikimi, po ajo që vjen pe komunikimi. E tash nëse dikush është i martuar, e ka gruan në shtrat, komunikimin me të tjerë domethënë e bën, do thotë ndalum. Edhe nëse e bën me një për martesë dytë. Ato janë muhabete tjera, mirë po ato janë muhabete që zakonisht janë alibi ose arsyetime kota që andaj komunikimet në rrjetet sociale janë tokë minume, ku fatkeqësisht shumica e atyre që janë fut në tokë minume pa përgatitje kanë ra në ato mina. Andaj na themi keni frikë Allahun, edhe runi sinqeritetui me Allahun. Edhe pastaj jeni të ndershëm, të moralshëm dhe mos lejoni asnjë formë për të humbur vlerat morale që i kërkon Islami dhe normalisht e ndihmojnë jetën bashkëtorë dhe jetën familjare në vendet tona. Hoxh, Allah shpërblet për pjesëmarrje, shifemi radhave tjera. Inshallah. Radio Televizioni Pendimit, kjo ishte podcasti numër 1, inshallah do të vazhdojmë, lutim Allahun të vazhdojmë të jetë gjithmonë pranë jush çdo javë. Shifemi javën e ardhshme.